A ju bën multimilioner në moshën 15 vjeç nga një sharje në Call of Duty në videolojra. A doni me ditë si e bani? Ky quhet Ellis. Dhe kjo histori fillon kur ai ishte 13 vjeç në Irvington, New York. Një djalë i zakonshëm në paraqitje, derisa një ditë rreth vitit 2016 ai po lunte Call of Duty Ghosts online si zakonisht. E po shahej me lojtarët e tjerë, siç shahen kalamajt. Ta bofsha, ta kthefsha, siç e kanë përves mu shahen videolojra. Ndërsa i lojtari tjetër i thot, si është koha atje në Irvington? Irvington ishte fiks veni ku jetonte Ellisi. Ellisi tash i ngri gjaku, si dreshin e di ky se ku jetoj unë. Del që ky tipi thjesht kishte përdorur një program që përdoret falas për t'i marrë IP-n Ellisit. Nuk është në një shkencë e madhe, por që aty Ellis kapet me idenë se si me i marrë IP-n tjetrit. Ai u fiksu me botën e hakerave edhe me vjedhjen e llogarive personale, informacionit personal online. Ai filloi atëherë duke mësuar me bën hacking. Futet të përforume, lidhet me një grup hakerash online dhe me kalimin e kohës mëson një aftësi që të t'i sillte pare. Si me vjedh emnat e përdoruesve në rrjetet sociale. Duket sikur i gjan koti, por nuk është. Nëse ti zotron emrin për shembull @John këtu në Amerikë, shumë persona kanë atë emrin John dhe shumë persona do ta donin atë llogari që është @John. Edhe Ellisi filloi t'i hakoj këto llogari. Ti marr emrat e tyne edhe filloi t'i shesi online. Dhe fiton disa mijëra dollar këtu atje, por jo mjaftueshëm me sa duket. Ai dëshiro më shumë. Përmes një grupi të hakerave, ai mëson për një metodë që sjell miliona me SIM swapping. Si funksionon kjo? Gjen dikë që punon në një dyqan telefoni, si AT&T apo Vodafone le të themi në Shqipëri. Dhe e bind që me lidh kartën e SIM-it të dikujt tjetër me numrin e atij. Tani, ai ka akses në telefonin e tyne, në emailin, ndonjëherë edhe në llogarinë bankare. Ai nis kërkimin atëherë në rrjetet sociale për punonjës që punojnë nëpër dyqane telefonash. Kur i gjen, ofron pare për me ndru SIM kartat. Dhe për çudi, shumë prej tyre thojnë po. Çu nis me bë ai atë të ashtu quajtërin SIM swapping dhe me mbledh para. Derisa në vitin 2018, në moshën vetëm 15 vjeçare, dikush nga grupi i tij hakerave i dërgon një kërkesë, a mund ta bash hak këtë person? Dhe i thot një person, një multimilioner që kishte një lidhje me Match.com, një website shumë e njohur për mu njoft me seksin e kundërt. Ai e kishte emrin Turpin, një plak i pasur, thuajse miliarder. Ellisi pranon. Ai kontakton një nga punonjësit atë në Connecticut, edhe ai punonjësi e ndihmon me ndru SIM-in atëherë, me i dhanë numrin e telefonit të atij plakut, të Turpinit. Dhe bum, fitoi llotarin. Tani, ai dhe një tjetër haker fillojnë me eksploru dhanat e Turpinit. Llogaritë e Twitterit, i marrin llogaritë e Instagramit, i hapin emailin dhe aty gjejnë një email që përmban qelsat për disa kuleta kripto. Në njënin prej atyne kuletave kripto ishin 24 milion dollar në kriptomonedha. 24 milion! I marrin të gjitha. Thrasin edhe disa haker tjerë për të ndihmu në pastrimin e parave mrapa. Njëni prej tyne, rreth 21 vjeç, një tip i çuditshëm, por që disi me pastru pare, e ndihmon. Dhe natyrisht ai marr 1 milion dollar për vete, pse jo. Në fund, grabitja marrën. Ellisi del me gati 10 milion në kriptomonedha. Ndërkohë, Turpini, ai miliarderi, e kupton shumë shpejt se i mungun kriptomonedhat, nuk është diçka që me e lënë mas dore. E pyet veten kush ja mori parat. Fillon të vra menjen. Dhe premton që do të marrë hak për këtë gjë. Por Ellisi ishte vetëm 15 vjeç. S'munësh me dënu një 15 vjeçar në Amerikë. Dhe ai nuk e kishte në mend me fillu në fond investimi apo me ble në bono shtetërore në gjë që me investu paren si i zgjuar. Por kalama, i shpenzo si budall. Ble një orë 50.000 dollar, nxjerr një 100.000 dollar prej bankës në cash, i fut në krevat, fillon me mu vesh me Louis Vuitton e firma të shtrenjta, e blen edhe i makinë Audi R8, merr të aviona privat për udhëtime ndërmjet Amerikës, u shifte me shishe shumë të shtrenjta në për klube natën. Nuk e di se kush e ka lënë ata në klube natën në moshën 15 vjeç, por hajt ma, varja. Dhe atëherë thot se kjo do jetë goditja e funit. S'ka me bas një hak tjetër, as një SIM swapping. Mjaft. Ndërkohë, Nick, hakeri tjetër, edhe ai po i shfaq paret si superstar.
me avion privat, me klube, me orë diamanti, e tjera tjera. E fillot të postu dhe në Twitter. Ja disa nga postimet e tyne. Swapova baben tim, ja mora sim kartën babes tim e ja vjedha. Atëherë bani Twitter tjetër, vodha 24 milion për smune me majti shok. Atëherë i postim tjetër thot vodha 24 milion por prap jam dështak. Por edhe nuk ka asnjë punë reale për me justifiku këtë lek. Gjithë në rrethin e tij fillojnë me dyshu se si ka mundësi ky kaq kalama multimilioner ka ato i marr paret ky. Në fund bie edhe në radart e një task force federale këtu në Amerikë që merret me këto lloj gjanash me vjedhjet e kriptomonedhave. Fillojnë ta hetojnë edhe për një tjetër vjedhje që e ka bën me sim swapping, duke ndryshuar simat. Dhe e arrestojnë. Gjatë hetimeve i futën në iCloud. Dhe aty zbulojnë dhe lidhjen e tij me grabitjen e 24 milion dollar në kriptomonedha që ja bën Turpinit. Tani, nuk e dim nëse Nik e traftoi Elisin. Ndoshta po, ndoshta jo. Si ishin shok të ngushtë, vetëm hakera që njihnin njëri tjetrin online, por diçka ndodhi ndërmjet tyne. Turpin atëherë merr vesh për Elisin dhe nuk e la me kaq. Pas disa muajsh, nana e Elisit merr një email nga avokati i Turpinit, ku e kërcënon me një çështje gjyqësore, se do ta hedhin gjyq 15 vjeçarin. E kërcënon me padi në polici. Ema, nana e Elisit, merr atëherë një avokat me mbrojt djalin e saj dhe fillojnë me bashkëpunu. Atëherë Elisi e pranon fajsinë e tij se gjitha dhënat, gjitha provat ishin qartë dhe pranon fajin për me marrë dënim më të lehtë. Ai filloi të kthej gjithçka që i kishte met nga ato pare që kishte vjedh. 562 bitcoin. Që imagjino bitcoini është $100,000, orën $50,000, $100,000 me cash që i monte në krevat, por Turpini prap se prap ja boni padin. Në drejtën e tij, realisht. Në fund, Niku dënohet me 18 muaj burg, ndërsa Elisi nuk merr as i dënim, gjasme prej moshës tij. Nuk e dia u bën spiona që u bën, po pak si e dyshueshme kjo. Por s'bën asnjë ditë në qeli sepse bashkëpunoi me FBI-n dhe ishte vetëm 15 vjeç kur ndodhi vjedhja. Por vodhi $24 milion dhe nuk bani asnjë ditë burg.